Mirë, do të kalojmë në rubrikën tonë shumë të preferuar dhe natyrisht shumë të bukur me lajmet e vërteta ose jo të vërteta, fakt apo fake. Vjen me njerë në studio Adela. Hajde Adele dashur. Muzikën e këzëre se e kemi në mendje. Po pra, edhe muzika. Ka gjithmonë muzikë kur vjen Adela. Thonë që e ku që atërbon demat, po më duke ndaloj muzikën. Tani, demi këtu, i vetëmi dem këtu jam unë në horoskop. Po, edhe desh. Po, tani. Përplasja me demin e parë u bë. Po. Më thuaj, sa lajme të rrem ke dëgjuar këtë javë? Si ka qenë kjo javë? Nuk i besoj. Një lajm të vërtet. Të tjerat, kuptoj, po, ishte një i vërtet. Ishte një i vërtet. Unë në fakt nuk i besoj këtyre lajmeve të rrem, përveç në i lajmë që mund të shpik për burin tim për shumë. Ashtu, më pëlqen shumë Ornela, se sot tema jon do jenë burrat. Kështu që erion dhe gjithë burrat që janë duke na ndjekur tani, bëni mirë, fiks vëmendje. Janë pika jon e dobët, po në fakt edhe duhen shkullur ndonjë çik kështu. Nga veshët. Pse kam bërë gabime? Po, kam bërë gabime. Burrat? Në fakt jo. Kjo temë, ne do nisim direkt me lajmin e parë dhe besoj Ornela dhe shumë gra dhe vajza të tjera që na ndjekin do jenë shumë të lumtura. Dhe zyrtarisht po lexojnë, sepse Nazi po diskutohet. Unë vjes për Azin, e di ti. E di, sidomos Singaporin duket këtë preferuar, Tajlandën. Mos kam qenë asnjëherë, po Tajlandën e dua shumë. Tajlandën aty afër. Tani, Azia po diskuton një ligj që do të lejojë gratë të martohen me më shumë se një burr, me 1, 2, 3, 4 sat ju dojnë. Së del për zota i që ke në shtëpi. Po vjen tjetri? Një sekondë valla se do zien, kush do hedhi plerat, apo çfarë thua ti, po i ka që do 2 burra në shtëpi. Kush do zien? Pse 2 gra doni ju, ha? E ne mos dash kemi 2 burra. Po ne nuk i duam 2 gra në të njëjtën shtëpi, e kuptoni, duam në shtëpi të ndryshme. Jo ne, ata që kanë lek. Unë po mendoja, 2 burra Ornela edhe durohen. Po? Se i fut, ja u gjendo një punë, njëri do edhi plera, tjetëri do... Rozi, Lajenët... Do bëj qendra. A durohen 2 gra në një shtëpi, Erion? Jo, unë them se jo. Prandaj i bajnë në shtëpi të ndryshme. Në shtëpi ndryshme. Nuk i përballojnë të digjit. Tani mendoni ju që vërtet mund t'jetë duke u diskutuar ky lajm apo jo? Prit çik marr topin antistres të namnamit. Ç'është ai top? Është top antistres sepse kemi edhe kafe sonte, do pish për kafe. Jo, unë po piva kafe, zemra ime. Është dekat. Kam një eliksir, pi lëng. Jo, unë ju lutem, unë jam po lajmi tjetër, normal. Po lajmi tjetër? Tani, lajmi tjetër sërish ka të bëj me burrat dhe gratë. Normal, ke kapsa. Dhe e kam kapsa. Pëse ka ardhë momenti që s'ka më burra dhe gra, po ka burra, gra dhe fiks. Po. Sot u qova dhe thash. Së shvaj. Unë jam me atë variantin e vjetër, e thajta, pse keni hequr dorë në variantin vjetër, do me thënë, unë jam me atë të vjetërit. Lajmi i dytë ka të bëj me marrëdhëniet seksuale, intime. Qa thua? Që nga lajmeve. Qa të lajme moja Adela? Jo, po prisni, mos paragjykoni. Lajmet e kohës, është koha. Janë lajmet e kohës dhe agjerimi seksual është trendi i momentit, që do të thotë të rinjt shqiptar, këtu kemi dalë dhe me shifra, 75% e të rinjve në Shqipëri, kanë vendosur të bëjnë një pushim, detox ose pauzë nga seksi. Po ndoshta është në i pushim teknik shu. Teknik. Maron u ingrotit dushit për shembull? Ti s'do lahesh më ujë ftohtë tani. Jo, këshillohet edhe ujë ftohtë, gjithsesi këshillohet. Po më thuaj që këtë 75% prandaj zihen këta. Këto s'po kanë seks. Kush është arsyeja apo dhe ky do thjesht dëshira janë velur njerëzit, si duket që të shihen vetëm si objekte seksuale dhe dëshirojnë që më në fund ta duash Ornelën për shpirtin, ta duash Erionin për shpirtin. Mos bëjnë seks me jajin, moj aman, moj të lutem, moj se po na doli edhe ky lajm i pastaj, unë nuk e di fare. Po ai mund të jetë pak më besnik. Mund të thotë mirë mëngjes dhe natë mirë. Ja, pide cigare në fund. Po, nuk të bën sikur është i zënë shokët. Si ta i burri tha Adela, e diti këtë? Tha, dua që të bëjmë dashuri dhe magji. Po si është kjo dashuria dhe magji? Bëjmë dashuri dhe unë zhdukem, tha. Çeka e madhe kjo, çeka e madhe. Dashkatike. Tani, lajmin e tretë, unë e di që ti do habitesh, unë do shkoj prapë në Itali, po unë... Po ti vdes për Italinë, e morëm vesh tani. Italianët janë populli më i pastër në Europë, sepse lahen më shpesh se çdo kom tjetër. Po shemë që spanjollët nuk lahen? Votonin. Po pse shqiptarët nuk lahen? Shqiptarët kanë filluar të lahen. Ne vërtet laheshim njërë një javë. Me dushin bu, Po tani edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe 4 herë.
ka raste, po. Tani mbarojmë gjithë ujin e depozitat. Së shfajon se janë prishur depozitat nga brenda dhe zmbajnë shumë ujë të ngrohtë, e kupton? Ujë ndërkohë me orar edhe gjendja në për urbanëra. Tani kush i ky ishte lajmi i tretë tani? Ky ishte lajmi i tretë, tani votoni. Votoni pak, votoni, hajde. Për kë. Po ti për kë voton? Operatori ju një dashur në studio, për kë voton? Për kë lajm voton? Për të dytin thot, për të dytin. Po Erioni, unë nuk e di pse më pëlqen, edhe mua më pëlqen shumë Italia, unë për treshin votoj. Jo, unë votoj për atë me 3 burra me 6 gra, si ajo se do bëmi një lëmsh i madh i paparsh. Dyshin dhe ti, ë? Po, prindi 1, prindi 32. Fatkeqësisht, për fatin tim të keq dhe të shumë vajzave të tjera që ende si janë martuar, po dhe ti që gjaj e martuar mund kisha një burr të dytë ose të tretë. Jo, prite zot, lajmi i Azis nuk është i vërtet. Dhe i dyti është i vërtet, kjo pjesa e agjerimit seksual, thjesht përqindja është egzageruar. Lajmi i vërtet është i italianëve. Janë të pastër drejshit. Lahen. Pika për ne goca. Ja kështu ishte. Jo, po mos piti ajo që rinë shqiptarët pa bërë seks, ajo si ishte ajo, po ndoshta nga që janë mos janë single. Ajo Erioni ishte që 75% e të rinjve shqiptar për momentin, dhe ky është studim real, tani bëhemi serioz kështu. Realisht për momentin nuk janë një marrëdhënie romantike, nuk janë një marrëdhënie romantike. Nuk është faji tyre. Po fajin e ka, kush e ka fajin e ka Saliu. Faj parajsës. Kështu që ky ishte lajmi i vërtetë. Adela na kënaqe si gjithmonë me performancën tënde të shkëlqyer dhe me këto lajme kaq pikante që i zgjedh vetëm ti. Sepse dhe batutat tuaja janë si gjithmonë pikante. Tani si gjithmonë, deri javën tjetër, mos i besoni çdo gjë që lexoni, tashmë ju e dini. Jo, se nuk e din dhe aq mirë. Ndërkohë që ne me Ornelën do pim një kafe nam-nam. Po. Presim të ftuarit tanë. Nam-nam ti më. Është nam është emri kafes. Nam-nam si në Vietnam është. Do lëm nam. Është kafja më e mirë që do të shkojmë në vend që ku atje do të fillojë debati të ndizet kjo studio për të rinë shqiptar. Çfarë po ndodh me rinin shqiptare? Pse zihen këta më çat? Ore plasën sherret edhe hapi dhe telefonin kur zihen. Po si duket e kanë nga kjo që s'kan romantik. Adel, të duam shumë. Edhe unë juve.